Me ushqime të shumta tradicionale, me këngë valle, me motive shqiptare të vegjelit e institucionit parashkollor Ganimete Tërbeshi në lagjën Rezina, sot e kaluan tërë ditën duke festuar ditën e flamurit 28 nëntorin. Era unë të gjeta ty, unë Kosovë të Shqipëri, unë Shqipëri të Kosovë, të dira eme lule bore, unë kam sy të ke zemër, jemi motra me një emër, unë kam zemër të ke sy, jemi motra një Shqipëri. Njëra nga edukatorët tregon se çka kanë përgatitur për të shënuar këtë ditë shumë të rëndësishme për kombin tonë. Qëllimi i aktivitetit është për festën e flamurit. Kemi përgatit programe të ndryshme, vjersha, recitime, vizatime, shqiponja. Kemi fillu që ja 2 javë me përgatit për festën e flamurit. Është pak vështirë, po bojmë me shumë qef, me dashuri, së bashku me ta. Kujtojmë se në këtë institucion çdo vit i kushtohet rëndësi e veçantë shënimit të datave historike. Vazhdimisht aty përgatiten programe të ndryshme që kanë për synim të informojnë e të argëtojnë të veçlit gjatë festave tona. Aktivitetet të ngjashme ka pasur edhe këtë vit në të gjitha lokacionet e institucionit parashkollor Ganimete Tërbeshi.